Këtë të ejtë, nga ora 19, në emisionin Gruaja në Kuran, Hoxh Enis Rama sjell temën Historia e barazisë mes gjinive në Islam. Çka thot historia islame për barazinë e Ademit dhe Havës? Allahu i manduar i trajtoi të barabartë në mëkatin që kishin bërë. Nuk e nënçmoi gruan, nuk e përbuzi gruan, nuk i tha Ademit se je i mallkuar për shkak të kësaj gruaje. Pse gratë janë të pambuluara sipas nënës së njerëzimit? Hava alejsa po të sa më zbuluar që je, më mrapa je, nga se kjo është e mëkatit, nga se edhe unë, thot Hava, kur bëra mëkat u zbulova. Çfarë porosi dalin nga gruaja e parë krijuar? Mos lejo që në shtëpinë tënde të përgojohet askush, as të shpifet për asken. Mos lejo që në shtëpinë tënde të shikohen serialet e ndyta, të pista që prishin familjarët dhe moralet tyre. Nga se këtë porosi të jap nëna jote, Hava alayhis salam. Këtë të ejtë, ora 19, emisioni Gruaja në Kur'an, me Hoxh Enis Rama.